Lumi Kir, i kthyer në një nga atraksionet më të rëndësishme gjatë këtyre ditëve të ngrohta, ofron mundësi të shumta për pushuesit ditor, të cilët i kënaqen kësaj mrekullie të natyrës. Edhe pse rruga që të afrohesh deri tek plazhi natyror poshtë urës shekullore të mesit është shumë e vështirë, pushuesit vijnë këtu çdo ditë, nga fëmijët deri tek më të moshuarit. A ma mirë këtu apo në plazh? Ma mirë këtu. Vinë çdo ditë çdo turista këtu që Po. Po. Paraferësisht, cila është ora që vinë? 11 deri në 2:30. Ujë ngrohtë, ujë mirë, ujë pastër, qetësia. Uji në këtë periudhë, si është këtu? Mirë është, nuk ka. A i ftoft? Pak i ftohtë, pa, koha zedhe, këto vani mirë, më këto vani pastër. Një mrekulli e natyrës, e cila ofron mundësi të shumta për pushuesit e fshatrave, për rreth, por edhe atyre nga Shkodra dhe zonat të tjera, që çdo ditë më shumë po ngjall interes. Ajo që shihet si domosdoshmëri është ndërhyrja që aksesi deri tek bregu i ujit të jetë më i lehtë, një fakt i tillë i cili është harruar thuajse plotësisht.